Po mu ishte befasit, thotë sot që presidenti Osmani ka marrë këtë iniciativë, për shkak se kjo i shërben vetëm zotrit Kurti për të bleku dhe për të kriju tema artificiale në publik, po jo që realisht do të mund të ndodhte një gjë e tillë, edhe duke ditë mungesën e votave të listës serbe, por edhe krejt procedura e ndjekur pa konsultime paraprake, forma e cila u tentu për mi votu këto amandamente, kur rregullat janë të qarta, pra janë 14 ditë mas vlerësimit gjykatës kushtetuese, jo 14 vite më vonë. Thotë kjo është nuk ka asnjë logjik që këto të mund të kalojnë. 14 qëndron, si më thënë, 2 radhë. 14 është për ditë, jo vite. Do të vesh një fjalë aty ka qenë gabime dhe kishin kalu, po as koha dhe as mënyra pra që u tentu me u kalu këto amandamente nuk kanë asnjë sens. Kështu që është një vendim i pritur, cilën deputetët nuk munden me kalu në këtë formë, po edhe të kalonte gjykata kushtetuese kish me hedh poshtë këto ndryshime dhe nuk ishin mujt. Këtë ishte një fore e madhe, që po pse nisi presidentja Osmani, dhe që vetëm të njoftoj publikun, shikuesit në ora 22 do të bëhet edhe një seancë, ajo lidhet me presidentin, me qenë se janë më pak se 2 orë gjysmë, në ndojnë nga përfundimi i afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri. Bardel, pse nisi presidentja bash sonte? Po Leo, me sa mund të kuptoj, mund të jem gabim, por me sa mund të kuptoj, unë kjo është pjesë e luftës frontale tashmë që do të jetë mes presidentes Osmani dhe kryeministrit Kurti në role të reja përballjes tyre politike. Kjo ishte një luftë për të dëshmuar presidenti Osmani që unë jam e gatshëm edhe dal në popull të matem kundër të gjithë vetëvendosjes dhe e hedhi këtë propozim në kuvend, sepse dhe unë besoj që mund të ketë prit që ndoshta vetëvendosja të reagojë ndryshe, vetëvendosja me çdo kusht do të lë përshtypjen që ne nuk jemi kundër presidentes Osmani, nuk kemi qenë as me e bë presidente ne vetë, as me bë presidente në zgjedhje të përgjithshme, pra do në prap me një ka të vallën gjasme ne jemi mirë me presidente Osmani, thjesht nuk po mujmë me bë presidente në kuvend. Rrjedhimisht nga Afrika, nga Afrika. Pra vetëvendosja në mënyrën siç e shoh, nga Afrika filloi të tregoj që po edhe ne jemi për këtë propozime. Faleminderit zonja presidente, ju referoishin me një respekt të jashtëzakonshëm në Komisionin për Legjislacion, pash deputetet aty që ne me shumë respekt u gëzuam që na erdhën këto propozime nga presidenti Osmani, dhe ishte një farë shkelësia e saj, tha deputeti Çorolli, po. Se njofta se cili ke ai. Po Çorolli tha me shumë kështu, tha shkelësia e saj, tha me shumë respekt, i ka sjell këto propozime dhe do t'i marrim me shumë seriozitet. Të vazhdojmë sa më shpejt, t'i miratojmë, t'i çojmë kuvend, mos tupim kohë sepse u krye kjo, ne kemi prit vetëm këtë moment që ajo të na sjellë këto amandamente. Pra që ishte një farsë politike, unë besoj nga që të gjithë, dhe që të gjithë e kanë ditë bashkarisht epilogin, sepse, si që tha edhe Alberti, duen 2/3 u përmend edhe aty, 2/3 e minoriteteve që s'kanë qenë sjanë dhe nuk do t'jenë, sepse ajo është një debat jashtëzakonisht më të madh se sa vetëm kaq. Pra ishte një flusk shumë e madhe, debat i panevojshëm, me zhvendos vëmendjen, ndërkohë që qytetarët presin që vendit ketë president. Dhe qartazi kjo shumicë parlamentare nuk arrin që të bëj atë gjanë ma themelore që kërkon kushtetuta. Duhet të bashkohen 80 deputet bashk dhe të zgjedhin një president. Në rast se në kuvend nuk bashkohen do të 80 deputet me zgjedh presidentin, ai parlament ka defekte dhe rrjedhimisht nëse s'mund të zgjedh presidentin, urdhëroni shkoni në shtëpi se duhet vinë disa deputet tjerë që mund të bëhen në numra 80 bashk dhe të japin vendit president. Edhe po të miratoheshin ndryshimet kushtetuese, ose edhe po të miratohen, ato nuk ishin për këtë president në fakt, nuk ishin për këtë radhë. Do të hynin fuqi më vonë dhe do të ishin për 2030 nishin, jo për zgjedhjen e presidentit aktual. Dhe domethënë ishte e kot. Okej. Kthehemi tek presidenti dhe të zgjedhet presidenti. Më thonë që në fakt deputetët, edhe pse Alberina Gjiu, kryetaria e kuvendit, e thiri seancën për në orën 22, asnjë prej deputetëve nuk ju njoftu se për çka janë thirrë. Pra nuk e din. Ishin edhe të çu ftesat në mu kthyn kohë. Domethënë çën ftesën 8:30 për me marr pjesë në orën 8 në seancë. A ki po, domethënë ka mundësi, ka edhe super fuqi me udhëtu edhe në kohë. A më që kjo spektakël, domethënë i kanë thirrë për në ora
22 baton, edhe nuk i kanë kallëzu po mirë marrë për ta. E vetëm Befasina e befasit ka. Mush po mirë marrë pikën. Jo, mu po mirë marrë për ta, se atin qysh po skuqem për guximin që bojnë kësi sene. Qytetarëve të vende jam, se vetar marrë. Jo, realisht. Ata që i kanë votu. Jo, edhe ashtu pajtohem. Domethënë 51% do të skuq. Dibrani që ka vërtet më dëshmun, pra i ka ardhur ftesa në 8:25. Ose në 8. Para mendoj. E bukur. As e para shikoj. Emaili dhe të shkon leo ko shumë aty rrugë për me bo. Nuk po du me interpretu këtë anën juridike asë regulore. Po, besim erë të seanca të që ke drama e orëve të fundit. I vetëmi njeri normal që seancë dhe ishte përparim gruda. Njeri me logjik, një djalë me realisht i cili tregoj një farë, si me thonë, një farë edhe kurajo, profesionalizmi, qëndrimi, veç si lutke u bothor. Me thonë, një djalë i cili realisht e luti edhe partinë e vetë, që mos vazhdo një tutje. Dhe ajo që më bëri befasi sonde është arroganca Albulenes me nalë mikrofonin. Hej, kjo është me prek sustën. Dhe më thonë, se s'po di, sot s'kam shprehje tjera me gjetë përveç një grua cila e ka guximin që mranda një ambienti parlamentar, të thotë që ti s'ki drejt me folë pra arsye se e dalë 6-7 Mirë pat Ganimeti Musliu, tha veç ka thëmë qa ku ka bo. More, e para punës i tha, ajo bohor tha ma trego me regulore, ma shpjego për parim gruve. Qa bo nga gabim, do në qa thash gabim? Dhe kjo, pastaj, unë nuk e kuptova Lumir Abdigjikun. Pse? Pra arsye se i kishte fjalit konfuze, të paqarta, me pi paqart me vetën. Vetëm ata goditi Dejona Mihajli, tha, folën 3 deputet, 3 ishin kundër veç kryetari ke pro. Dhe ajo që është adin kulmi kësaj marrëzie është i Vjosa Osmanit. Vjosa Osmanit tregoj sot pse nuk është dashur me qenë presidenti. Dhe sa mirë që po shkon. Sa mirë që po shkon për arsye se ambicia se gjithsesi me qenë pjesë edhe të një mandatit dytë e bën me bok si gabime elementare. Dhe mos harrojmë. Ta i thanë hajde matu me deputet mi, tha Albini, dhe me hajde hin ti ngarë me Glaukun ku jenë deputet e mi, kjo po i thotë, jo, merra Glaukun ti me veti, hajde dalim edhe darojmë në popull. Nëse përdojmë me thonë... Ja, ka të në leo kështë. Mirë. Kësko kur farë sensi, në 7 orë të fundit me thonë, hajde tash të ndrojmë kushtetutën shpejt, mrena mramjes, edhe po dolim po motë që tonë. Mramje i shkunë që ku t'i japim në shkrim. Asnjeriu i cili është i dhrum deri në maksimum për faktin që po ik nga një post. Edhe është presidente, do të me pas një dignitet për një gjë kurenis. Çka? Do të me pas dignitet. Do të me pas një farë pike profesionale i thirë, dy jurista po s'po di, du me qenë maksimalisht ironik me këto që ka bo. Kjo ishte një sfidim që ja boni Kurti. Sfidim kujt? Për shkak se Kurti i a qëj të martën në ramje, i tha që në nënshkrimet, hajde martë ti me deputet e mi me përbol Glaukun. Kjo më i thotë, merë ti Glaukun për dore, hajde që ka dhe matëm në popull. Leo, a i shkoj në zyre i tha... Kjo një tentativ. I shkoj në zyre... Shumë sinqert me justifiku këtë veprim. Së di... Nese, e kuptoj rolin e Leos për me ndërtu një debat. Por njeriu i cili shkoj i tha, ti nuk je presidente dhe nuk mund të kandidoj, nuk i kam numrat për ty, edhe pse ajo i tha, dilëm jashtë malshazyren. Në momentin kur aja tha gjitha të fjali, dhe kjo, pas gjitha të fyrjeve, ja qënë amandamentet. Njeriu e kupton vendin, kohën dhe mënyrën se si duhet dal nga kjo situatë. Dhe më thonë, leqe na turpnoj. Po na turpnoj edhe 5 vite të qëndrimit aty, më vjen keq. Po, tash... Shpreu, pasën. Si me jonë drejt këtyne që kur që s'kanë drejt. Apo kupton, si me jonë drejt
këtyre se se kanë kandidu që s'kan qeverisht mirë, s'kan bo asë një gjotë mirë në këtë vend. Po për këtë njeri kanë drejtë. Oke, hade Ilir që bonën një 2-3 ndërhyrje. Po, kjo që e po mëson të, edhe kjo që ndodhë në të orë të palditës, është këtë një cirk që u kriju prej Vjosa Osmanit. Dhe me thonë, nuk po e di, e ka kriju me bane shërbim Albin Kurtit dhe vetë vendosjes, me adhon një, që është thejmë në jargon, me asit penal, apo e ka bo prej mos dije se